ju falenderoj për ftesën që më keni bërë. Dua t'ju them që unë nuk kam të dhëna për një epidemi të fruthit. Pasi nocioni epidemi përmbledh një numër të caktuar rastesh në popullat në rrethe për një kohë të caktuar dhe janë pikërisht specialistët e shëndetit publik të cilët e përkufizojnë këtë nocion. Do të thënë këtë situatë, nëse ka ose nuk ka një situatë epidemike për fruthin në Shqipëri. Në datën 12 janar, në rrugën e Kavajës në një kohë për shtjo publik, ishin konstatuar 5-6 raste të fruthit. A mendoni ju se u shehur e vërtetar për këto raste? Unë nuk kam dhëna, donjë që mund të shprehem publikisht për këto raste. Përgjithësi, rastet të izoluara nuk mund të përkuizohen si epidemi të fruthit, sepse thash që përkufizimi i epidemisë përfshin një numër të madh rastesh të shtrira në kohë dhe në popullat dhe në terren, në disa qytete. Megjithatë, a duhen sensibilizuar prindrit për fruthin? Patjetër që duhen sensibilizuar. Virusi i fruthit është një nga viruset që është më ngjitës, më kontagjioz. Është virusi që përhapet me shpejtësinë më të madhe krahasuar edhe me viruset e gripit dhe pothuaj me të gjitha viruset që janë rreth nesh. Dhe ka një klinikë që është e ngjashme pothuaj me të gjitha virozat, fillon me dhimbje fyti, me skuqje të sklerave, do të syve, me rruf, fillon temperatura e lartë, e cila zakonisht shkon mbi 39, më pas shfaqen shenjat në mukoza dhe në lëkura. Në mukozë dhe në gojës shihen ato që quhen shenjat koplik, të cilat janë njolla të bardha, të paraslarguara në të dy krahët ku janë dhëmballët, ndërsa në lëkurë fillon ajo që quhet rash, një skuqje e lëkurës që fillon fillimisht në fytyrë dhe pastaj mund përhapet në të gjithë trupin. Përgjithsisht në popullat ka një opinion që fruthi është një sëmundje e fëmijërisë dhe nuk është e rrezikshme. Në të vërtetë është ndryshe. Fruthi është një sëmundje që sjell shumë problematika, shumë siklete në fëmijët, por edhe në grup moshat e tjera që prek. Thash, së pari, fruthi prek fëmijët, sidomos ato të pavaksinuarit. Prek edhe të rinjt, të cilët nuk e kanë marrë, nuk i kanë bërë të dyja vaksinat, edhe ciklin zgjues të vaksinës së fruthit, si dhe të rriturit në moshë të avancuar që kanë probleme me imunitetin. Fruthi mund të kalojë dhe në format lehta, por mund të japi komplikacione të cilat janë shpeshherë të rënda, ndërta janë pneumonit të cilat kanë ndonjëherë një dekurs shumë të vështirë. Përveç pneumonive, fruthi mund të japë edhe encefalite, që janë si thua pezmatime të cipave të trurit, që janë probleme të vështira për të menaxhuar. Dhe prandaj theksi vihet tek mbrojtja prej fruthit. Mbrojtja është si thua veprimi më i mirë jo vetëm ndaj fruthit, por ndaj gjithë sëmundjeve dhe ndaj gjithë problematikave të jetës. Dhe mbrojtja më efektive është vaksinimi. Vaksina e fruthit është ndër vaksinat më të provuara që janë në tregun e vaksinave, ka një efikasitet shumë të lartë, 90 deri 94%, është goxha e lartë krahasuar me vaksinat e tjera, dhe pothuaj nuk kanë komplikacione. Marrja e një vaksine të fruthit zakonisht nuk ka asnjëherë komplikacione.
Si kurohet fruthi, njësoj si gripi apo ka një kurë më specifike? Ashtu si edhe gripi, fruthi është sëmundje virusale. Nuk ka një preparat, nuk ka një, le të themi, një ilaç në të gjuhën popullore që të vras virusin e fruthit. Ne mjekët trajtojmë simptomat, do ka mjekim simptomatik, do ne trajtojmë ethet, trajtojmë dehidrimin, i cili ndodh shpesh, edhe ky është një komplikacion i rëndë, ashtu si që janë pneumonit, si që janë encefalitet, edhe dehidrimi është një ndërlikim i rënd i sëmundjes së fruthit, dhe trajtojmë infeksionet dytësore sekondare që ndodhin në rastet e pneumonisë ose të gjithë ndërlikimet që ndodhin nga virusi i fruthit. Kur mendoni se duhet të ndodh karantina e 21 ditëve? Thash, karantinë do thot kur jemi në kushtet e një epidemie dhe janë gjithmonë specialistët e shtrenjtë publik ato që si thua iniciojnë këto masa, por nuk besoj që në Shqipëri të ketë një situatë të tillë për të qenë për që nevoja e karantinimit të një grupi të smurësh me fruth. Pasi, unë kam rreth 34 vite përvoj në shëndetin publik, kam punu në zonat të ndryshme të Shqipërisë dhe në shumicë kam ndjekur kalendaret e vaksinimeve nga fruthi. Dhe përgjithsisht Shqipëria ka një popullat, to që janë fëmijë dhe janë të rritur, po thuaj janë mbrojtur. Raste sporadike që mund mos i kenë bërë të 2 dozat, ose që nuk janë vaksinuar fare.